Atë mu su kthe, se s'kom qef mu këtë ju andej. Po tash ty s'pëlqen. Se 5 vjet jeni në pushtet. A tho ka me të ngu. Unë po flas për qeverisjen e fundit juve. S'po më intereson historia, po. Po kjo është pjesë edhe dialogu. Po mos u kthen histori të lutno. Po lëmbë të foli tash. Vazhdo. Vazhdo. Pra, Albin Kurti nuk i ka bo keq Republikës së Kosovës sa i përket pra dëmeve të cilat ka mundur me shumë sukses t'ja bëj Serbia si kur t'ishte dikush tjetër. E para, ne kemi investu atë shumë në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrendshme, duke u përkujdes që çdo sigurim shëndetësor i Republikës së Kosovës, që tash më ndërprej se bënu pak i sjellshëm që bu na dhon me ty. Pra çdo cep i Republikës së Kosovës, pra me pas të drejtë qytetari me shku edhe me vizitu. Unë shoh video shpesh të listës sërbe të Vučićit, ku kanë ardhur në Kosovë si mbok që dvet. E tash motivatoshi kur ma ki pa Vučićin në Kosovë. Ai ma përgjigj. Kur ka qenë Vučići? Po zoti Regjaj. Po ti e din. Tash po bëjmë debat. Ti e din që kur e ki po ti Vučići Kurti, tash në ty e shkoni marrëveshje dakordume me Vučićin. Ka nevojë. Kjo është apo do me shumë me mujtë debatën deri ma supozojmë ty. Referendumi, po s'len kime vërë qdo vërë. A ko zoti Kurti një marrëveshje me Vučićin ajo? Të dakordume. Që to dhuja publikut, jo mu, se unë e di. Tashti, ata vazhdoj të... Marrëveshja Brukselit se kuentimi i orit. Kuna kemi qenë që e ke. Unë përgjigjo. A ko a se ko? Po une ti ma ki bo një pyjtje, te 5 pyjtje së më përgjigjna. Te para ka me të mirë. Tashti. Pra, prej se Albin Kurti edhe lëvizja vetëvendosje është në pushtet, Vučići asnjëherë nuk ka ardhur në Republikën e Kosovës. Do më ne kemi një problem të madh. Sepse... Po na du me luftu me monjojnë e Serbisë, zoti Regjaj, jo me largu. Jo, veç pak... Po ti e din që na vëjnë joja Serbisë. Tashti mos ma ndro temën, tashti. Jo, s'ma ndroj kur gjonë, që tem jo. Në qeverisjen tonë, zotri Matoshi, nuk ka mo zgjedhje të Serbisë në Kosovë. Halal, në regull jemi, shkojmë tutje. Diçka që tha halal. Në regull jemi. Në qeverisjen tonë nuk ka referendum. Po ashtu, mirë kini bon, shkojmë tutje. Në qeverisjen tonë nuk ka struktura paralele, as atje në Dragash, as atje në Veri. A këna bo mira keq? Mirë, shumë mirë. Për këtë ka insistuar Matoshi që është dash pak më herët tjetë. Po pak janë këto. Pra, në qeverisjen tonë, zotri Matoshi, tashmo, nuk ka korupcion, kriminalitet në Veri. Jep ja goshit fjollën, njërisht e qënë manej këse se ti. Po, jo. Se po ko interesim kështu. Po, unë po them, zotri Matoshi. Jo, po, këtë po menimin e vetë, se unë e qëto dalë në debat me ty shpeshe. Po du me thonë, zotri Matoshi. Po më pengon, se kjo po mundohet me tani mu, në vesh po pengon. Kanë bulu me... Zotri Matoshi, s'ka lidhe, pak në tim që më jep zbot në omi atë. S'po di jo, ne, s'ka probleme atë. Ata shte mësë ma vë një ranina, nes. Unë po thonë, zotri Matoshi, që lëviza e ndosje, pra ka investu atë shumë, shku në 6 minuta. Atë shumë që po ja jopin fjollën o kryo, ka investu atë shumë, sidomos në digastert, të cilat janë të sigurisë kombëtare, e që sot qytetari i Kosovës frymon lirë. Edhe unë pëzuna. Dhe sot qytetari i Kosovës projekte kapitale është i denjë në zhvillimin e vendit. Edhe zhvillim ka po. Sepse ti e din që jugu maj ma se me ju. Ti e din që jugu i Kosovës maj ma se me ju. Unë është kjo, që qytetari i Republikës së Kosovës, sot, para që ati flamuri, që na dikur si na pajtu, që ti e thu tash me njerë, e që ta shpajtohemi, Po ju kini orë të une, jo une të ju. Po na kemi orë të Republika. Ja, jo, ju një orë të une, të Republika jame, jo unë të juvja. Po një Republika është bajo është dhe gjithë. Se ju halaj që një flamurin e Leninit atë kuqin atje, në përshesh. Nuk kemi pajtu, shkoku i dijet për shka e kemi dhona. Ju dini të doj që i gjyni me, që i ledni të shëgjit atë. Kemi shty 15 minuta.